Vjosa, një nga lumenjtë e fundit e egër në Europë, tashmë ka hyrë në historinë e trashëgimisë botërore. Me vendimin e UNESCO-s, ajo është përfshirë në programin Njeriu dhe Biosfera, duke u shpallur një pasuri që i përket jo vetëm Shqipërisë, por mbar njerëzimit. Ky status tashmë i jep Vjosës një mbrojtje të veçantë dhe e kthen në një simbol të bashkëtesës midis natyrës dhe njeriut. Fa një punë të madhe për gati 4 vite të Universitetit të Bokut, Universitetit të Tiranës, pra shkencëtarëve ndërsi që u përfshin këtë proces, organizatave të shoqërisë civile dhe mbi gjitha qeverisë shqiptare që e përqafoi këtë nismë përpos faktit që e shpalli Vjosa në park kombëtar, u arrit që Vjosa të merrte këtë status kaq të veçantë dhe kaq të bukur, e cila në thelb përkufizon, si thuash, vlerat unikale të këtij lumi të egër, pra të paprekur deri më sot, përkufizon ndërveprimet njerëzore të banorëve dhe vetë lumit dhe natyrisht edhe kulturës së saj në gjithë dimensionet, si ato shpirtërore dhe ato materiale. Avantazhi i të qenurit në UNESCO natyrisht është përveç se mbrojtjes asaj që ti posedon, pra të gjithë karakterit natyral dhe gjeografik dhe material që posedon territori mbrojtur, pra zona e cila është pjesë e UNESCO-s, dhe kjo njihet globalisht tani, duke u përfshirë në atë listën e, po themi, gati 130 vendeve të cilët e kanë një status të tillë, pra vende si Shqipëria gëzojnë një status të tillë që kanë habitate të cilat janë të përfshira në këtë program, pra Njeriu dhe Biosfera. Ta kthejnë vërtet një vlerë unikale siç është ajo në të vërtetë për të shërbyer pa diskutim dhe ekonomisë, që është më e rëndësishme. Pra nga ana tjetër, operatorët turistik që operojnë në këtë zonë pohojnë se ky vendim do të ndikojë drejt për së drejti në zhvillimin e turizmit. Kjo po ndihmon shumë, sidomos në promovimin e përmetit, por jo vetëm të përmetit dhe zonat të rreth e rrotull. Ne ka pasur përfitime si nga ana monetare, por përpiqemi që përfitimet që janë ne të investojmë që njerëzit ta njohin shumë si Lugin. Ky ishte një lajm shumë i gëzuar për ne, na gëzoi shumë. Me shpalljen e Vjosës, pjesë të UNESCO-s, Shqipëria forcon jo vetëm vlerat e saj natyrore, por edhe identitetin si një vend që di të mbrojë pasuritë e rralla.